mos. Edhe të vip shtëpia, kam pirë shumë. Po, prandaj ta përmenda se ajo ishte video, po thash nuk du ta qestu se. Gabim kam bërë, gabim. Sot si je në raport me alkoholin? Në pi për qef? Për qef. Nuk e ke... Ja, vetëm për qef. Për qef e pi pa tjetër, edhe më pëlqen kur jam me misht, edhe me Kristianin e pim në e godver, por të ashti pa tjetër që jam plotësisht, si ma thënë, nuk më vjen, as nuk kam në një dëshirë, nuk kam as në një arsye, nuk ndihem as e mërzitur, as e drobitur, as nuk e shoh alkoholin fare, as i zgjidhe, as i shpëtim, as i ngushëllim, e shoh vetëm për qef, si shok tavoline, si ma thënë. Komentet si ishe, edhe sot, tashmë çdo rikthimi yti edhe çdo deklarate e Zhakut, ka një mendim ndryshe, nëse për mua mund të kenë 2 njerëz që mendojnë ndryshe, të Zhaku janë 200 të tjerë që mendojnë ndryshe, kjo për shkak që ti guxon ti thuash në edhe gjërat e atyre që nuk mbyllen në dhomë dhe thonë, okej, shiko se mire ka Zhaku, po publikisht s'mund ta themi këtë. Me komentet, konsideron ti kthesh përgjigje ndokujt, apo nuk e... Qërë përgjigjesh, ato komentet për mua janë gjithmonë shumë ekstreme. Dhe për shembull shit një koment e zëm. Vdekt ai që të ka marrë. E kupton? Qa i kam bërë unë asaj, për shumë që ai më mallkon në këtë mënyrë. Kështu që këtyre dhe komenteve, unë si përgjigjem asnjëherë komenteve. E ke menduar njerë, pse bëjnë këto njerëzit prapë? Pse mallkojnë kaq shumë? Është kulturën e njerëzit. Edhe mallkojnë për gjëra, domethënë, jo se duhet bërë për ndonjë gjë të rëndësishme, po në Shqipëri është mallkimi, nuk e di këtu në Kosovë a ka qenë, nuk besoj se këtu për shembull nuk e kam ndeshur shumë atë mallkimin. Po mallkohet. Por në Shqipëri kene që po them gjyshet tona e kishin në pjesë të zhargonit tyre, pra ishte pjesë edhe kur i thoje fëmijëve pusho të raft kanceri, të raft kjo, të raft e fëmijëve tyre, ku po mallkojnë fëmijët e tyre, dhe nuk e shohin si mallkim, ato ashtu e shprehin atë liksin e tyre, ato ashtu e shprehin veten, nuk din gjuhë tjetër. Një pjesë e madhe e njerëzve. Dhe unë i mirë kuptoj, por thjesht them çfarë deri ku i shkon mendja, pra çfarë i kam bërë unë këtij njeriu që të më mallkojnë në këtë mënyrë. Dhe unë nuk jam e vetme, ka njerëz që marrin edhe komente më të rënda, por nuk merren fare. Mendoj është problemi që ka likësia që ata kanë brenda. E ke gjetë më mirë këtë radhë, me qenë se edhe duke qenë pjesë e formatit, pra këto komentet numri i njerëzve që mund të kenë qasje ndaj mendimeve tua është pa diskutim më i madh. Ke vrejë ndonjë ndryshim prej vitesh? Janë shtuar. Ndryshim pozitiv. E kam themi na i fjalë ti. I gjete shqiptarët, pra si popull më të emancipuar, më gjakftoht, jo ashtu si kishe lënë për shembull. Patjetër, ka përmirësim domethënë është ku, ka vërtet përmirësim shumë të madh, është shumë i dukshëm edhe në media, është rritur profesionalizmi, ka biseda, domethënë ka më shumë gjëra që vlen se sa që nuk vlen. Dhe mendoj që edhe njerëzit kanë ndryshuar, janë përmirësuar, janë rritur, kanë studiuar jashtë, kanë parë më shumë, kanë lexuar më shumë. Është rritur numri i njerëzve që vlerësojnë për shembull diçka që them unë, apo që kërkojnë edhe diçka më intelektuale, është rritur. Por nuk mund të them tani, unë gëzohem kur shoh që brenda një jave janë shtuar 1000 veta aty në Instagramin tim, e di pse, sepse unë them gjithmonë dhe atë po diskutoja edhe me kolegët e mia atje në Vision Plus, sepse ai Instagrami im i kam thënë është një matës për inteligjencën e njerëzve. Domethënë ta dini që ata që më bëjnë mua, që më ndjekin mua, janë inteligjent. Të paktën këtë e kam kuptuar. Le të jenë 10.000 veta në Facebook, e di që janë inteligjent. 4.000 këtu, e di që janë inteligjent. Dhe vërtet